أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Të nderuar panelistë, të dashur imam e kryetar, të nderuar vëllezër dhe motra, me lejoni të përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatia dhe mirësitë e Allahut xhelle xhelaluhu qofshin mbi ne. Ju dëshirojmë sa vje të përzemët në të mbrëmje të dalluar të këtij muaji të veçuar, të muajit të bekuar të Ramazanit. Faleminderit dhe pjesëmarrja juaj në këto neve. Tani, me lejoni të ftoj të marr fjalën kryetarin e forumit të të rinjve musliman këtu në xhamin Unitetit, Zoti Refik Rustem. Fjala është e juaj. Të nderuar kryetari i xhamisë Muharrem Bakçani, të nderuar imam të xhamisë Ensar Shakiri dhe Bekon Ibrahimi, të nderuar ambasador i Maqedonisë së Veriut në Zvicër Zoti Recep Demiri, të nderuar panelistë profesor Dr. Florin Kucuri, Dr. Profesor Xhavi Kripa dhe imam Halil Abdulli, të nderuar mysafir afaris, antar të xhamisë dhe vëllezër dhe motra. Më lejoni të përshëndes me përshëndetje më të bukur islamin, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për një panel. Jemi mbledhur për të bashkuar dy shtylla të mëdha, që gjithmonë kanë të mbajnë gjallë shoqërinë tonë, besimin dhe dijen. Sepse një shoqëri që ka vetëm dije pa moral, rrezikon të humbë drejtimin. Ndërsa një shoqëri që ka vetëm besim pa dije rrezikon të mbetet prapë. Kur do t'ia bashkojnë një për palë. Panelet të tjerë kanë një rëndësi të veçantë, sepse na japin mundësi të ndëgjojmë radiatarët tanë
të mësojnë, të reflektojnë dhe të forcojnë vetdijen tonë si komunitet. Ne jetojmë në diasporë dhe kjo na jep një përgjegjësi të madhe të ruajmë besimin, të ruajmë gjuhën shqipe, kulturat dhe traditat tona, të edukojmë familjen tonë me dje dhe me vlera. Në këtë muaj të bekat, ku jemi mbledhur edhe rreth sofrës së iftarit, ne nuk ndajmë vetëm ushqim, por edhe vllazërim, respekt dhe unitet mes nesh. Falenderoj krijetarin dhe krijesën e xhamisë për mbështetjen, panelistët për dijen që do të ndajnë me ne. Kontribuesit dhe vullnetarët që bënë të mundur këtë mbrëmje dhe secili prej jush që jeni pjesë e saj. Lut Zotin që të pranoj agjërimet dhe adhurimet tona, të sjellë paqe, mirësinë në familjet tona dhe mbarësi për kombin tonë. Paqja dhe mëshira e Zotit që mbi ju dhe familjet tuaja. Ju falenderoj. E falenderojmë kryetarin e Forumit Kriminal të Xhamisë Uniteti këtu në Ulcer për fjalimin e tij. Duke pasur parasysh se në mesin tonë gjendet edhe ambasadori i Maqedonisë së Veriut këtu në Zvicër, zotëri Recep Denimiri, është kënaqësia e rumë që fjalën të japim atij. I nderuar, fjala është e ju. Urdhëroni. Nderuar vëllezër, nderuar kryetari i xhamisë, nderuar kryetari i Forumit të Nord, nderuar doktor Florin Cusulli, nderuar doktor Xhavi Lipa, Florin Museini, papalis, xhamati nderuar. Është gjithmonë kënaqësi kur i shohim në këto salla gjatë iftarëve plot, edhe këto panele që i kanë organizuar sot Forumi i Nord, është me vërtetë se nuk shkon asnjë nga patjetër. Gjuha, kombi, feja e një, asnjëra patjetër nuk mundet. Kështu që duhet sa më shumë ta implementojmë në organ, mos na e humbin gjeneratat e reja. Unë nuk isha e përgatitur për fjalim, se së dija që do të bëj fjalim, po gjithsesi falenderit, ju përgëzoj për këtë ide, në Forumit Rinor, vazhdoni kështu, edhe vitet tjera, edhe sa më shumë, ju dëshiroj një agjerim sa më të lehtë dhe Zoti ju pranoftë agjerimin. Faleminderit. Ndryshe nga ne të tjera, sonde ne jemi mbledhur këtu në këtë vend, që të reflektojmë së bashku mbi një temë e cila prek thellë qenjët tona, e titulluar si agjerimi në aspektin mjekësor dhe fetar. Agjerimi është një algoritm i veçantë, ku besimi i zemrës takon disiplinën e trupit, ku dimensioni shpirtëror i fesë bashkohet në atë aspektin shkencor dhe atë shëndetësor. Si që dini edhe ju, xhamia nuk është vetëm një vend faljeje. Mirë po, ajo ka një rol shumë më të rëndësishëm dhe më të gjerë në jetën tona. Fjala xhami vjen nga gjuha arabe xhamia, që vjen nga rënja xhamia, që na jep neve të kuptojmë bashkimin edhe mbledhjen. Andaj, xhamia i mbledh njerëzit, i mbledh besimtarët dhe i bashkon ato, e nuk i përçarë. Në këtë kuptim, xhamia historikisht ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në përhapjen e dijes, duke qenë një hapësirë e cila ndërthurë feja, edukimi dhe bashkë me të edhe shoqëria. Ajo është një lloj ombrele që në brenda vetes ngërthen dimensionet e jetës sonë, dimensionet dhe na ofron mundësi të ndryshme neve që të zhvillohemi në aspektin shpirtëror, intelektual dhe atë shoqëror. Pikërisht këtë rol sinon që ky panel shkencor që e kemi organizuar sonde ta arrijë atë. Ky panel fetar shkencor i organizuar nga Forumi Rinor i Xhamisë Uniteti këtu në Ulcer është një shembull i bukur se si xhamia mund të jetë një hapësirë ku dija fetare dhe ajo shkencore ndërlidhet njëra me tjetrën. Për të zbërthyer temën e panelit tonë,
kemi kënaqësinë të prezantojmë panelistë tanë të nderuar. Emra që I bëjnë nder komitetit tonë tu në Zvicër dhe njëkohësisht edhe tek ne në vendlitet tona, duke filluar me profesorin e nderuar dhe shumë të respektuar profesor doktor Florim Ceculi, një emër I njohur këtu në Zvicër, shef I kardiologjisë në Spitalin Kantonal të Lucernit. Profesor, fjala shumë. Njëkohësisht kemi kënaqësinë që në mesin tonë të kemi edhe profesor doktor Xhavit Lipaj, ekspert dhe ligjërues I njohur në fushën e kujdesit dhe trajtimit të personave me demencë. Nderuar profesor, jeni të mirëseardhur. Ftesën tonë I ka pranuar edhe hoxha I njohur I trojeve tona, ligjërues I shkencave islame dhe thirrës shumë I njohur këtu në diasporë dhe jo vetëm. Andaj, hoxha Amir Abdulli, faleminderit dhe udhërohet. Përzakonisht I falenderoj të gjithë panelistët që pranuan ftesën tonë që të jenë sonde bashkë me ne, duke ndajtur nga koha e tyre e bekuar të ndjenjën e tyre ta ndajnë bashkërisht me ne. Siç e dini të gjithë ju vëllezër të nderuar, zemra është dorëorganet më të rëndësishme të trupit tonë. Dhe kur flasim për zemrën, së bashku me ne sonde e kemi edhe specialistin e kësaj fushë, profesor doktor Florim Ceculi. Fjala është për ju, nderuar. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit kryesisë edhe forumit krijuar për këtë festë. Unë do të pyes para sa kohë kam? 10 minuta? Mundet të 15 minuta. Okej, shumë mirë. Unë kam përgatitur një ligjërat, edhe në fakt dua të flas jo vetëm për zemrën, por për aspektin shëndetësor të agjerimit. Edhe këtë prezantim e kam bërë nga aspekti shkencor. Domethënë këtu nuk ka as pak fenë ligjëratë tjera, sepse nuk jam kompetent për këtë temë, por ka vetëm me shkencë. Do shta pak shkurt për kush jam unë. Hoxha Ceku, jam Florimi nga Kërçova, jam kardiolog që e 20 vjet dhe jam drejtori I kardiologjisë në Lucern, që është një nga kardiologjisë më të mëdha në Zvicër. Fortica gjera jeni sigurisht shkrimin nga më e madhe. Edhe rrugtimi im, sepse çdo herë më kanë pyetur, ka filluar në vitin 90 në Vikon, I cili është një fshat afër Sotmingjenit, ku jam rritur, domethënë kam ardhur në Zvicër në moshën 14 vjeçare dhe pastaj kam vazhduar rrugtimin tim, duke kryer shkollën fillore, gjimnazin këtu, fakultetin e mjekësisë në Basel dhe pastaj në vonë specializimin. Domethënë kjo është çka kam bërë pas studimeve, është një karrierë e gjatë në spitale shumë të ndryshme dhe për ju që keni fëmijë është e rëndësishme që të kuptojmë që natyrisht në Zvicër ndoshta ka ndërherë diskriminim. Po kur I jep maksimumin, edhe diskriminimi nuk të ndarë. Ajo, më thonë është porosime. Tani ti themi shëndet. Është me rëndësi të celet se tema e ushqimit, tema e agjerimit, tema e mbipeshës, këta janë të ndëlidhura me rameqinë. Edhe ndoshta nuk rrallë ka tema tjera të cilat I prekin të gjitha lëmit e mjekësisë si tema që I kam e herë, ushqimi, mbipesha, po me këtë lidhur edhe agjerimi. Sigurisht të gjithë në dini çka është BMI-ja, domethënë Body Mass Index, dhe sipas definicionit, mbi 30 është obez, kurse nën 18 është, domethënë që nuk je pesh, nuk e di si është tip underweight, domethënë nuk të di. Nën pesh. Faleminderit ambasadorin, faleminderit. Tani, është shumë e rëndësishme po është të realizohet se mbipesha si faktor është shumë e rëndësishme për vdekshmërinë e pacientëve.
Domethënë, rrallë ka faktorë tjerë që janë kaq dominant në vdekshmërinë e pacientëve si mbi peshë. Dhe të nasionë më vonë pse, por ju shqipni se të smundjet kardiovaskulare 49%, të smundjet e sistemit pulmonar 39%, 33%, të kancerit 90%. Domethënë, mbi pesha si faktor është shumë e rëndësishme dhe shkakton vdekshmërinë. Domethënë, duhet të vazhdimisht të merrem me këtë temë e ushqimit. Po ashtu, kjo është e vërtetuar në për shembull, ky është punim në British Medical Journal, një nga gazetat ose jurnalet më të mira në botë për mjekësi. Domethënë, sa më shumë mbi peshë, aq më shumë vdekshmëri. Dhe do të thoni pse. Në smundjet kardiovaskulare mbi peshë është fortë ndërlidhur me diabetin. Dhe ne dimë se diabeti shkakton vdekshmërinë e pacientit. Po mbi peshë është fortë ndërlidhur edhe me tensionin e lartë të gjakut. Humbi 10 kg, zbrit tensioni 10 mm Quicksilver. Si thonë Quicksilver? Domethënë, edhe kjo është po ashtu shumë e qartë. Edhe pastaj vinë pjesa e tumoreve, ku shembull mbi peshë është faktor shumë i rëndësishëm te tumori i zonës trash, pastaj vinë edhe faktorë të tjerë. Kështu që mbi peshë është problem. Mirpo është po ashtu me rëndësi të cekut që edhe në peshë është problem. Domethënë edhe pak peshë nuk bën. Se edhe kjo është faktor vdekshmëri. Kjo është ajo uja, domethënë, që ose shumë mbi peshë ose shumë peshë ose shumë pak peshë nuk është e mirë. Prandaj, medikamentet që jepen, domethënë injeksionet për të humbur peshë janë përhapur kaq shpejt edhe ka studime të mira, serioze, që tregojnë se me dhënien e këtyre medikamenteve që çojnë në reduktimin e apetitit, pacientët që humbin peshë kanë edhe vdekshmëri më të ulët. Domethënë, ulja e peshës shkakton më pak vdekje. Rritja e peshës shkakton më shumë vdekje. Tani, pyetja, dhe i kthemi vinë domethënë e fillova te mbi pesha, e tani kthemi se si ta arrijmë që të merremi më shumë me këtë temë. Edhe një tani nga aspekti mjekësor, pyetja është fastën, domethënë agjerimi ose fastën ai si term ekziston edhe në kultura tjera që nuk ka lidhje as pak ndoshta me fenë islame. A është kjo një gjë e mirë apo është një gjë e keqe? Kur mi diskutuar në spitalin tonë me specialistët e endokrinologjisë, diabetit, shefi i diabetologjisë në spitalin tim, profesor Fishtu, duke diskutuar, tha, trupi njeriut është i bërë për të hangër 3 herë në javë, jo 3 herë në ditët. Tani, në rast se shohim nëse shkojmë te organizmat më të thjeshtë, domethënë ku deri në nivelin e bakterieve. Vret qartë se sa më pak ushqim për bakteriet, edhe ata jetojnë më gjatë. Domethënë ushqimi si ushqim, natyrisht pa ushqim nuk bën, po reduktimi i ushqimit ose reduktimi në këtë rast shembull i glukozës, edhe të organizmi më i thjeshtë ose domethënë më i thjeshtë se një bakteri nuk ka, edhe aty shkakton një efekt të dobishëm. Edhe janë shumë organe në trupin tonë reagojnë në mënyrë pozitive në reduktimin e ushqimit. Domethënë, kur dikush për shembull agjeron, thjesht kur e redukton kaloria të veta, kur e zgjat ndoshta e ka një intervall ku nuk han bukë, ose ku nuk merr ushqim. Çka ndodh? Pulsi edhe tensioni i gjakut bien poshtë. Kjo është lajm i mirë. Pulsi sa më poshtë, aq më mirë. Një njeri që ka puls 100 minutë, ajo është shumë. Po tensioni poshtë, tensioni reduktohet. Trupi
trupi bëhet më rezistent ndaj stresit. Si e kam drejtur unë për shembull këtë trupi. Unë para 10 viteve, ata që më njohin më herët kam qenë pak me më shumë pesh. Unë çdo mëngjes e merr një croissant, gitferi. Edhe vija në sallë. Një croissant, 2 croissant, gjerse e madhe, stresi madh. Unë ka 4-5 vite nuk haj më as pak mëngjes. Pa kalori, unë shkoj drejt në sallë. Prej shtëpi drejt në sallë. Unë jam shumë aqim, shumë rezistent ndaj stresit. I cili është aty se pacienti vjen me infarkt pa infarkt, disa nga ju këto janë pacientë që kanë trajtuar, domethënë stresi është madh, përgjegjësia është e madhe. Po ti e reziston këtë përgjegjësi më mirë kur ke hëngër më pak ujë. Pastaj, po ashtu aktivohet harxhimi i rezervave të vjamit që kemi. Sepse çdo trup, kur nuk harxhohet kaloria, ata shndrohen në vjam. Edhe ky vjam nuk është i shëndetshëm për ne. Domethënë, kur nuk ha ti fillon të harxhosh vjamin, edhe kjo është lajmi. Po ashtu është e vërtetuar që këta janë gjithë fakte shkencore që edhe inflamacionet, enzymum demonisht, janë më të rralla kur agjeron. Po ashtu sensitiviteti në insulinë, çka do të thotë kjo? Domethënë, një nga shkaqet pse krijohet diabeti është sepse organet tona nuk janë më rezistente ndaj insulinit. Domethënë, nuk qiten më ata kanalet që hyj glukoza dhe glukoza me ngjarje nga të sheqerit. Kjo është mekanizmi. Domethënë, përmirësohet organet po më sensitiv ndaj insulinit. Domethënë, ulet sheqeri. Edhe kjo është temë profesorit. Domethënë, edhe neurogjeneza dhe plasticiteti i qelizave nervore edhe ai bëhet afektohet në mënyrë pozitive. Do të flasësh më vonë për këtë temë. Tani, një nga dietat më të suksesshme, se ju e dini sigurisht, ata që kanë pasur mbi peshë e marrën në këtë temë, qoftë për vetë, qoftë për prindrit, qoftë për dikët bafër, të dinë që ekzistojnë një numër i madh i dietave. Por asnjë dietë nuk ka funksionuar si duhet. Ka pas Atkins dietë që ka qenë me më pak karbohidrate, ka pas dietë që janë plot me proteine, ka pas nuk di shake, nuk di çka bëjnë, po e vetmja dietë e cila ka funksionuar vazhdimisht është kjo interval fasting. Domethënë 16 orë masash. Që i bie prapësisht ta gjesh. Tani, një nga aspekte që shpesh përdoret edhe to është ndonjë edhe pak si akuzë, po ti mund ta gjerosh por nuk e ke kapacitetin fizik të njëjtë si dikush tjetër, edhe për këtë ka studime. Domethënë kjo është publikuar para 2 viteve në Frontiers of Nutrition. Domethënë, këtu i kanë analizuar se sa është efekti negativ i agjerimit të sportistët, ose ka njerëzit që merren me aktivitet fizik. Dhe në fakt, është vërtetuar se për shembull koha e sprintit, e kanë matur se në sprint sa mund të jetë më të dobët, dhe e kanë vërtetuar që në fakt janë shumë të përafër, domethënë nuk ka efekt negativ. Kjo është e arsyeton pse Muhamet Salah agjironte edhe praktikisht asaj kohë ekstremisht. Domethënë nuk mund ta thënë. Pastaj, edhe për sëmundjet kronike, tu janë një numër i madh i punimeve shkencore që tregojnë efektin pozitiv të agjerimit, këtu është bile specifik të agjerimit musliman në Ramadanit, shifet që ka efekt tjetër pozitiv. Përsëri të vërtetuara, domethënë punime shkencore publikuara në gazeta prestigjioze. Një temë e cila është shumë e rëndësishme, për shembull, agjerimi edhe shtatzënia. A ka efekt negativ? Edhe këtu është analizuar, edhe këtu nuk është vërtetuar për shembull që agjerimi çon më shumë aborte apo në lindje më të hershme apo para vaktit si duhet. Një diçka edhe shumë interesante që një temë që është shumë pak e eksploruar është se agjerimi edhe kanceri. Ekzistojnë studime serioze që tregojnë që agjerimi bile e ka efekt pozitiv që krijohet më pak kancer.
Se derisa edhe në Japoni, për shembull, ekzistojnë edhe punime tjera, nuk është punim japones, po ekzistojnë punime shumë interesante që tregojnë se kjo intermittent fasting, domethënë intervall fasting në 16 orë, që kjo ndikon në reduktimin e kancerit. Tani, ju shihni se këtu ka një numër të madh punimesh për këtë temë, dhe unë nuk do të ta zgjas tani se mekanizmi i saktë si është, po si përfundim mund të themi se ne edhe pakët muaj të Ramazanit është mirë të merremi me temën e ushqimit tonë, si ha. Nëse ka një efekt të mirë për ne, për familjet tona, për fëmijët tonë, ky muaj është që ty të bën që ti ta reflektosh për këtë temë të rëndësishme. Se ndoshta njëherë ne funksionojmë, por nuk reflektojmë se mbi jetën tonë, mbi ushqimin tonë, mbi shëndetin tonë. Edhe ky muaj duhet të përdoret si shkas për të reflektuar për këtë. Po ky është edhe muaj ku vërtetohet se ti mundesh të jetosh duke agjeruar. Që ti mund të jetosh ta kalosh ditën pa hëngër bukë, edhe përsëri të funksionosh. Në fund nga aspekti mjekësor, mendoj se është mirë që këson ky muaj që njerëzit i çojnë të merren aktivisht me këtë temë. Te ushqimi, sipas mendimit tim, ne i kemi një problem të kuantitetit, jo të kualitetit. Po që do në Zvicër kualiteti ushqimit është i mirë. Domethënë, nuk besoj se çon peshë që të marrësh tani edhe vitamine këtu, ti porosish me diku edhe një pacient e unë thonë, doktor, unë omega 3 marr, ma me omega 3 nga edhe një Mars, edhe një Snickers, domethënë, aty e humb efektin. Kështu që është me rëndësi që ta kuptojmë që ne kemi një problem të kuantitetit të kalorieve që i marrim. Dhe mbi pesha, obeziteti janë faktor shumë të rëndësishëm për shëndetin tonë, edhe le të jetë ky muaj një iniciativë që themi, okay, mirë se ky muaj do kaloj dhe vi dita që ti kthejmë përsi dietës normale pa agjerim, po unë besoj se ndoshta si një porosim tonë, nëse ata ndërnej që janë pak me mbi peshë, nëse vazhdojnë agjerimin edhe pas Ramazanit, ata do vojnë mirë për shëndetin e tyre. Shumë faleminderit, nuk e di sa zgjata, po faleminderit shumë. Shumë faleminderit profesor për këto informata të vlefshme. Besoj se tani të gjithë pjesëmarrësit kanë krijuar një pasqyrë më të qartë për ndikimin e agjerimit me sistemin kardiovaskular, nëkohësisht edhe statistikat dhe punimet shkencore të profesorit i shpalosi bashkë ju, Allahu e shpërblet. Tani kalojmë nga zemrat e trurit dhe mirëqenia mendore. Doktor Xhavit Lipa, ju veproni në një fushë shumë delikate dhe të ndjeshme, siç është demenca dhe kujdesi afatgjat. Për të kuptuar më mirë se si agjerimi ndikon edhe në këtë aspekt, ju ftoj që të merrni një fjalë. Mbrojtje juve që të ndërruar organizator, ndërruar moderator. Është kënaqësi e madhe të jem afër profesor doktor Florim Cuculit dhe hoqës atë afër. Ndërruar ju e quajtët parë ambasadori i Maqedonisë Veriut. E vërtet. Është ambasadori i Maqedonisë Veriut. Mirë po unë e quaj jo ambasadori i Maqedonisë Veriut, por ambasadori i kombit. Pse e quaj ambasador kombit, malërmendja edhe ju e temi. Agjerimi demenca dhe pleqëria. Kush jam unë? Unë jam një Lipa i vin nga një komunë e vogël, mirë po jam shqiptar i Shqipërisë
edhe I takoj qëta vendi shqiptaria se kudo që jam shqiptar. Unë jam komunë si Stokut, punoj jetaj e praj në Zvicër, edhe që një shtëpi pleqme, mirë po punoj edhe në shkencë, po që në drejtimin e demencës, dhe mundohëm aty që të pak të njerëzit që vojnë këtë demencë, njerëzit që vojnë nga haresa të kenë një dignitet të e në fund të jetës, ashtu si që duhet. Kam disa modele shkëndësore, të cilat janë në gjuhën anglo-amerikane, të njohtë dhe përdorën edhe në para fakultete universitetet të ndryshme, me pa dhe vetë janë që shkone për Prishtinë pak milionë edhe në Gjermani dhe në Zvicër. Profesorë dhe doktoraturën e këmarë në Londër. A keni mendu jo në një herë, shembull, kuletën e këmë harru t'i këmë. Po nëse këmë harru kuletën, po në vend që të arëndu se atë ku gjithmonë e këmë janë për në teli, e këmë ushu në frigorifer. Me kohë të të radhe nuk mundën të gjenat. A kemi menduar ndoshta që në vërtet njerëzit që vojnë nga demenca apo nga haresa, se nuk I kujtohet më emri I gruas, apo nuk I kujtohet emri I fëmijëve të tyre. A mendoni se në vërtet ata jetojnë një jetë të mirë, apo jetojnë në katëmorët e tyre? E kjo drejtimin që në vërtet punoj me këta njerëz, mundohme edhe të njerëzit që ta kenë një jetë pak më të mirë edhe më të qetë. Të kthejmë temës. Tema e agjerimit është një nga temat më të rëndësishme në traditën fetare islame. Por njëkohësisht është edhe një temë që në dekadat e fundit ka të rreqë vëmendje konsiderueshme edhe në literaturën shkencore dhe mjekësore. Agjerimi nuk është vetëm një praktik, adhurimi dhe disiplinë shoqërore, por gjithashtu një fenomen kompleks, biologjik, që ndikon në metabolizmin, siç apo shpjegoja në fillim, sistemin kardiovaskular, funksionimin e trurit dhe në gjendjen e kuptuar psikologjike të njeriu, posaçërisht të njerëzit plus 75. Me për në kuadrë të stutimeve bashkëkohore mbi shëndetin, mbi plagjen, agjerimi është analizuar në gjithnjë dhe më shumë nga perspektiva e fiziologjisë së plagjes, neuroshkencës dhe mjekësisë preventive. Preventimet të shumta që kontribuar me të vërtetë se kufizimi kalorik dhe forma të ndryshme të agjerimit mund të ndikojnë në mekanizma biologjik e përmirësimit I metabolizmit të glukozës, reduktimit I inflamacionit, kronik dhe aktivizimit I proceseve që mundën edhe këto procese të gjatë plagjes dhe të shëndetit të trurit mundën me ndiku. Megjithatë, në diskutimin mbi agjerimin është domosdoshme të bëhet një dallim I qartë mes apo midis popullatës së përgjithshme dhe grupeve të veçanta vulnerable. Kjo është me domosdoshmë më vërtet duhet të tjetë. Veçanërisht personave të moshuar dhe individëve që jetojnë me harresë apo edhe që jetojnë me demencë. Në këto grupe, organizimi përjeton ndryshime të thella, fiziologjike dhe neurologjike, të cilat mund të modifikojnë edhe ndryshimin e shëndetit edhe të tyre. Për demencën kemi dëgjuar. Demenca është një nga smundjet më të mëdha shoqërore në këtë shekull. Por çdo vit smundën afër 5 milion njerëz nga demenca jo në Zvicër. Në Zvicër pikën afër 300.000 banorë, apo 300.000 njerëz smundën nga demenca. Mirë, në këtë kontekst, një vëmendje e veçantë duhet të kushtohet demencës apo njerëzve që vuajnë nga demenca. Një nga sfidat më të mëdha
shëndetësore, se shtasër me partë vitet këti shekulli. Demenca është një sindrom neurodegenerative progresive që karakterizohet nga tentimi i kujtesës, orientimit, aftësive njohëse dhe funksionimit të përtitshëm të individit. Njerëzit nuk njën se kush është, ai nuk njën të afërmit të vetë, nuk e din se në cilin nga i është, nuk e din sa është ora, edhe këto gjëra tjera. Për te dimensionit biologjik dhe klinik, diskutimin mbi agjërimin dhe kontekstin e pleqërisë dhe demencës ka edhe një dimension të rëndësishëm, etik dhe shpirtëror. Në etikën mjekësore moderne theksohen parimet e autonomisë, mos tentimit dhe mirëbërjes. Këto parime kërkojnë që çdo vendim që lidhet me praktika që ndikojnë në shëndetin e një individi të bazohet në një vlerësim të kujdesshëm të përfitimeve dhe të rreziqeve. Nga ana tjetër, tradita islame e trajton agjërimin jo vetëm si një obligim fetar, por edhe në kontekstin e mëshirës dhe lehtësimit për individin. Në jurisprudencën islame ekziston një parim i qartë se edhe obligimet fetare janë të lidhura me aftësinë fizike dhe shëndetin e individit. Persona që janë të sëmurë, persona që bojnë demenca, harresa apo Parkinsonin, këtë të njëne kuptohet se dhe ta jenë të liruar për këtë nga agjërimi. Mirë në këtë diskutim, qëllimi im është apo jone nuk është që të vendosë një kundërvënie me të sferë të shkencës, por përkundrazi të krijojë një dialog të informuar dhe të përgjegjshëm midis tyre. Vetëm përmes këtij dialogi mund ta kuptojmë më mirë se si praktikat fetare, përfshirë edhe agjërimin mund të harmonizohen me nevojat biologjike, klinike dhe sociale të individit, veçanërisht në fazat më të ndjeshme të jetës si pleqëria dhe sëmundjet neurodegenerative, demenca. Pikërisht për këtë arsye, në këtë reflektim, përpiqem me analizuar 3 dimensione kryesore kësaj teme: dimensionin biologjik dhe mjekësor të agjërimit në organizimin e të moshuarve, ndikimin potencial të agjërimit në funksionin e trurit dhe në demencë dhe dimensionin etik dhe shpirtëror që lidhet me vendimarrjen për agjërimin në këtë grupë të ndjeshëm të popullsisë. Në fund të fundit, mënyra se si një shoqëri trajton personat e moshuar dhe ata që jetojnë me sëmundjen e demencës është një tregues i rëndësishëm i nivelit të saj moral, po edhe human. Pasqyrjes, që thashë edhe para, është edhe rëndësishëm të ndalim një pyetje themelore shkencore. Ndryshimet metabolike flasin vetëm për pleqëri, edhe për njerëzit që bëhen nga demenca. Ndryshimet metabolike dhe gjatë agjërimit. Gjatë agjërimit, organizmi kalon disa faza metabolike. Në fazën e parë, trupi përdor rezervat e glikogjenit në mëlçi për të ruajtur nivelin e glukozës në gjak. Pasi sa orë shkuptohet kur këto rezerva fillojnë të shkëlqejnë, organizmi kalon gradualisht në përdorimin e acideve yndyrore dhe prodhimin e ketoneve si burim alternativ energjie. Ky proces quhet edhe switch metabolik dhe është një nga mekanizmat më kryesor që shpjegojnë efektet biologjike të agjërimit në pleqëri. Studimet e neuroshkencës sugjerojnë se ky ndryshim metabolik mundet me pas disa efekte potencialisht pozitive për trurin, për njerëzit që bëhen nga demenca. Stimulon procesit e riparimit qelizor, aktivizon autofagjin ndaj insulinës, rrit faktorët neurotrofik. Ma shumë, edhe ka faktorët neurotrofik luajnë një rol të rëndësishëm
në plasticitetin sinaptik dhe mbijetesën neuronale. Për këtë arsye, disa studiues kanë sugjeruar se agjerimi mund të ketë proces neuroprotektiv edhe të njerëzit që ruajnë nga demenca apo që ruajnë edhe nga sëmundjet të tjera në pleqëri. Megjithatë, këto rezultate duhet edhe me shumë kujdes për të interpretuar. Shembull, kufizimit e evidencës shkencore. Shumica e studimeve, nëse nuk gaboj, një përfërimi mund të edhe me më korrigju këtu, shumica studimeve mbi agjerimin dhe neuroprotekcionin janë kryer, mirë po jo ende siç duhet. Në individ të rritur, të shëndetshëm janë pa. Mirë po, edhe në kurse të kontrolluara, mirë të njerëzit e moshuara, apo të njerëzit të vjetër që luajnë me demenca, haresa jo. Ka shumë pak studime që në të vërtet analizojnë drejt për drejt efektet e agjerimit tek personat shumë të moshuar dhe që luajnë nga demenca apo edhe njerëzit me sëmundje, me të shembull Parkinsonin apo sklerozën e gjëra të tjera në pleqëri. Kjo është më rëndësishme se fiziologjia e një personi edhe të një 30 vjeçar është komplet ndryshe se sa e një personi 80 vjeçar, ose normale. Por nuk mund të na me bëni transferim të drejt për drejt edhe këtyre rezultateve të njerëzit të vjetër dhe të njerëzit të rinj. Një truri i moshuar dhe kapaciteti adaptiv i atyre që luajnë nga demenca ose me kalimin e kohës, trupi përjeton ndryshime të rëndësishme në metabolizëm, disa nga këto janë shembull reduktimin e rezervuarve energjetik apo uljen e masës muskulare, që nuk janë ballaftë siç kanë qenë sportet edhe më përpara, apo ndryshime edhe të metabolizmit që është edhe përpara, rritjen e inflamacioneve. Edhe këto fenomene quhen edhe ju që gjene këto apo inflammaging në anglizin në literaturën shkencore. Kjo do të thotë se kufizimi i zgjatur i ushqimit dhe lëngjeve gjatë agjerimit për njerëzit e moshuar apo për njerëzit që harrojnë mund të jenë edhe të rrezikshme. Shembull, dehidrimi, hipotensioni, rritje, çrregullimet edhe elektrolitike, toksi fizike, mirë po edhe rënje. Këto rreziqe janë edhe më të theksuara shembull tek persona që morën edhe terapi të ndryshme për sëmundje kronike. Nëse mund të në folja më tutje edhe për demencën mirë po, vetëm edhe një fjalë, truri e një persone me demencë përjeton ndryshime strukturore dhe funksionale. Në sëmundjen Alzheimer, që quhet, ka më të vërtet se aty edhe truri është komplet ndryshe. Truri është ju mund të me paramendu shembull një çokoladë e marrën dhe e kthejmë drejtim diellit. Ajo fillon të mushkëri, e ka formën komplet tjetër. E njëjta gjë ndodh edhe me trurin e njërë apo që vuan nga harresa apo demenca. Këtë nuk guxojnë të harrojnë njerëzit që vuan nga demenca. Mirë po edhe ata që dëshirojnë të agjerojnë me gjithë të shija. Mirë po në kontroll. Se mundët të hidrimi apo hipotensionit jenë dhe të kenë edhe më shumë probleme se sa që kanë pasur edhe më parë. Sëmundjet apo demencën në pleqëri është më të vërtet një temë shumë delikate, si që thatë edhe jo. Aty nuk e nevojitet vetëm një fjalë e mirë po më shumë aty ju nevojitet digniteti. Aty ju nevojitet që dikush tjetë edhe afër, para dhe si jetojnë, në 4 murët e veta, leta kenë atë dignitet si që kanë pasur edhe përpara. Njerëzit e vjetër apo të moshuar
e meritojnë dignitetin se ata e kanë historinë apo qaunë në shpinë më të madhe se sa na. Prej atyre mundni shumë e shumë të mësojnë se sa ata ne që dinë. Faleminderit shumë juve. Shumë faleminderit doktorin Kërkuar për elaborimin e mrekullueshëm të kësaj teme. Ashtu siç edhe Islami na mëson neve, duhet të ndërlidhem pak me pjesën e fundit të doktorit, ashtu edhe Islami na mëson neve, duke na thënë Allahu xhel xelalu në Kur'anin familjar, në mënyrë urdhërore apo qadare, ku ka urdhëruar Allahu xhel xelalu të besohet Allahu, pas besimit në Allahun xhel xelalu na ka obliguar që të sillemi mirë me ata, wa qulu lahum qawlan karima. Thuam atyre fjalë fisnike, fjalë të mira. Andaj profesori i nderuar, shumë faleminderit edhe një herë. Pasi pam zemrën, pam edhe trurin dhe ndikimin e agjerimit tek këto dyja, është koha që të ndalemi tek ajo cilën e quaj edhe unë të rëndësishme shumë, e cila është edhe shpirti. Dhe kur në mesin tonë kemi edhe Hoxh Halil Abdulin, kjo temë bëhet edhe më interesante, edhe më tërheqëse. Andaj, pa humbur shumë kohë, jap fjalët Hoxhës së nderuar që të vazhdojmë ligjëratën. Bismillahirrahmanirrahim. E filloj me emrin e Allahut Madhreshëm, e përshëndesim e qojmë shumë të fala, shumë përshëndetje për i kësaj sale më të mirë të njerëzimit Muhamedit dhe gjithë profetëve para tij, familjes së tij dhe gjithë muslimanëve dhe muslimanëve. Ju përshëndes juve, organizatorët, ambasadorin, kënaqësive që jeni pjesë e këtij paneli, kënaqësive që jeni në një iftar përbashkët me gjithë vëllezërit dhe motrat që sot secili prej tyre ka lënë diçka keq, ka familjeve, si më thënë, ka participuar në një iftar përbashkët, ku patëm rastin përveç ushqimit në shkëmbyer dhe kur energji pozitive, buzëqeshje, muhabete, kështu me radhë. Po trajtojmë një ritual jo trendant. Mendoj që po trajtojmë diçka të jashtëzakonshme, që në pikpamjen fetare, Zoti i Madhreshëm e ka paraqur, pothuajse gjatë gjithë historisë njerëzimit, sa herë që Zoti ka shpall njerëzimit fe, gjithmonë pjesë e programit fetar ka qenë agjerimi. Pra, momentin që ne futemi në ritualin e agjerimit, në fakt i bëjmë vetë shumë nerë, sepse futemi në një projekt hynor, që është para pa për secilin besimtar, secilin që e sheh vetën të denjë i besu Zotit Zësisë. Sigurisht, pjesa që mbeti mu me trajtu është pjesa më e vështirë do në zemër, sepse e trajton pjesën e vetdijes. Çështjet të cilat mund të vërtetohen nëpërmjet shqisave ose nëpërmjet matjeve empirike shkencore janë më lehtë kapshme, ndërka që flasin për besimin, për vetdijen, për botën shpirtërore, flasin për një temë kogja proklamime. Mirë thonë të drejten, nuk gaboj nëse guxoj me thonë që jo gjithë besimtarë kanë arrit agjerimin me ngrit nivel të vetdijes. Dhe unë mendoj që synimi i gjithë neve, veçanërisht teologëve bashkëkohor sot, është që agjerimin me ngrit prej nivelit të abstinimit në nivel agjerimi. Dhe kjo është veçim qasja parë që po du me nda me juve. Kohëve të fundit, unë kam filluar në spjegimet e mia me da dy terminologji. Abstenim dhe agjerim. Ndonse në kulturën fetare përdoren si sinonimin njëra tjetrës, që agjerimi kuptohet si abstenim, unë kam filluar me besu që ju. Abstenimi është dera, agjerimi është dhoma. Abstenimi është hyrje, agjerimi është shkallë, është gratë, është dereci, si themi në gjuhën fetare. Abstenimi është niveli i parë kur një njeri fillon me praktikë ushqimin pijet dhe i pjesë natësive, domethënë intime, për mund përgatit më fut në një botë krejt tjetër, një dimenzion krejt tjetër. Ndonse ushqimi, pija dhe
knatësit tjera fizike janë emrusi për bashkë i gjitha qenieve të gjalla, sepse ju veç ne i gëzojmë këtu elemente themelore të jetës, ne këtu, dhe më thonë, në një farë forme, jemi pjesë e çdo qenie të gjallë. Mirë po, a dini që është interesant? Vetëm njeriu, nga gjitha qeniet e gjalla, ka aftësi nëpërmjet vullnetit dhe besimit të tij me i braktisë përkohësisht. Gjallësat tjera mund t'i braktisin këto elemente themelore të jetës, po mund t'i braktisin kuptimin instinktiv. Edhe aja rusha bardha atje, nga 6 muaj flanë, po e bën mënyrë instinktive, nuk e bën mënyrë të vullnetshme. Vetëm njeriu është qenie që arrin nëpërmjet besimit dhe vullnetit të tij t'i braktisë këto gjëra. Faktikisht, nëse ndojmë abstenimin prej agjerimit, abstenimin e shohëm si braktisje, si stop, ndërkaq agjerimin e shohëm si veprim. Për ata, veri dhe diçka interesante. Agjerimi nuk është vetëm abstenim ose veç në atë kuptim braktisje e ushqimit e tjere. Agjerimi shoshnohet me namaz, shoshnohet me Kur'an, shoshnohet me biseda të këndshme, sepse krejt këto elemente tjera i ndihmojnë pastaj agjerimin me shku më ngrit në shkollët e vetëdijes. Duke qenë se libri joni shenjtë nuk e definon njeriu vetëm si një qenie në kuptimin biologjik, si një qenie instinktive biologjike, por patjetër e definon si një qenie në dimension moral dhe shpirtëror. Agjerimi ka një element, ka një ndikim shumë të rëndësishëm të njeriu. Cili është ai? Zoti thot në Kur'an, njeriu e kemi kriju qenie që ka një farë dualiteti mbrana organizmit tij. Thot, ka shpëtu ai që e pastron egon e tij dhe është shkatru ai që e njollos ose e përdhos brendësinë e tij. Kurani na tregon që mbrana njeriu janë 2 fusha, janë 2 pole, janë 2 prirje që ekzistojnë paralel të njeriu. Këto 2 pole ka secili njeriu. Por vullneti i tij, besimi i tij, edukimi brenda familjes, edukimi brenda shoqërisë i ndihmoj njeriu me favorizu njërin ose tjetrën. Në këtë kontekst, agjerimi është një ritual që i ndihmon njeriu në mos të madhe me determinu ose me i dhënë përparësi prirjes së mirë. Edhe e kemi drejt, nuk don shumë mend që kjo temë, sepse pothuajse në gjithë botën muslimane, njerëzit gjatë Ramazanit anojnë ka ana pozitive. Ka fjalë të mira, bisedat e mira, dhuratat, sadak, toleranca, buzëqeshja, gjitha me radhë. Dhe ne në një farë forme, qartazi e shohim gjatë nënçmimit, që njeriu në një farë forme ka anu maksimalisht ka pjesa e së mirës. Problemi mbetet vetëm te ideja se a është kjo përkohësisht vetëm gjatë nënçmimit, apo kjo mund të shndrohet në kulturë dhe njeriu ta përcjell domethënë aspektin e orientimit ka mira. Kisha dashur thjesht me nënvizu çfarë fjalim. Muslimanët nuk guxojnë të nalen në abstenim, patjetër duhet të kalojnë në agjerim. Ali Izetbegović ka një përkufizim brillant për këtë temë. Ai thotë kështu: agjerimi është përpjekja që trupin me udhëheq nëpërmjet vetdijes, dhe jo trupi me udhëheq vetdijen, vetdia me udhëheq trupin, shpirti me udhëheq trupin, me qenie ma shpirtnore, ma të vetdijshme, për çdo gjë që është e mirë në këtë botë. Sepse në realitetin modern sot, kryesisht instinktet na determinojnë sot edhe vetdije, një pjesë të madhe të vetdijes tonë. Që kjo është, mendoj që i kishte ndihmuar shumë, si më thon, kualitetit të ritualit tonë. Për mos me hin hake dhe kuhës, kam ishte një 2 qasje shumë shkurtë. Ekziston një problematik në ligjërimin fetar, që njerëzit kur i kryejnë ritualet, zakonisht pyesin për shpërblimin, por nuk pyesin për objektiven. Edhe unë kam drejt në shtru një pyetje. A ka nevojë Zoti për agjerimin tonë?
Çka nëse të thamë në ty që Zoti s'ka nevojë për ngjinimin tanë? Zoti është Ibn Arabiu në Futuhatin Mekkie thotë Zoti është i pavarur prej krijesave. Zoti s'ka nevojë për asnjë ritual njeriu. Zoti madje nuk e synon ritualin tonë, Zoti na synon neve. Gabimi i jonë sot është që ne kemi kriju përshtypjen që nëpërmjet agjerimit të i bojmë Zotit mirë. Dhe ne çka kemi bërë? E kemi shkput ritualin prej objektives. Ne urgjentisht do të kthehemi te objektiva. Kur Zoti kërkon një urdhër, pse e bën Zoti çatë? Sepse ai ka një synim, ai ka një cil, ai ka një stacion ku do me çu besimtarin. Shini, pja u bini shembull. Mas 2-3 ditë kena natën e Kadrit. Një pjesë e madhe fetare ka me arë natën e Kadrit me i marë sevapet. Jo mu lidh me Zotin. Edhe kjo është paradoksale. Pse? Sepse nata e Kadrit është nata që u lidh toka me qiellin. Është nata që ka zbrit libri i shenjtë. Libri i shenjtë simbolizon lidhjen shpirtërore të njeriut me Zotin. Dhe absurdi është kur ti vjen i kërkon sevapet pa realizuar lidhjen. Ti në fakt je të shkel objektivin. Për ata, në paragrafin ku Zoti kërkon agjerimin, qartazi i zbulon 3 objektiva të gjinimit. Të bëheni devotshëm, të jeni i rob falendërues dhe të jeni më të pjekun, më të vetëdijshëm. Prandaj, nëse arrim prej abstenimit me shku në agjerim, nëse arrim agjerimin me lidh me objektiv edhe fundit, nëse arrim me besu që agjerimi dhe Kurani janë projekti përbashkët, që asnjëri nuk realizon tjetrin pa u bë bashkë, atëherë domethënë rreziku është që agjerimin e lëm nivel të abstenimit, e lëm nivel të stomakut. Pa i mohu gjitha, si më thënë, benefitet që i sjell ky agjerim nivelin shkencor. Por, nëse doni me fol në aspektin fetar, shpirtëror, agjerimi nuk guxon munal vetëm në aspektet fizike, sepse po nëpërmjet anës fizike i arrin benefitet fizike, por të fut në dimensionin tjetër, ku ti ke me pas përjetime shpirtërore, kur ti ke me pas vetdije për Zotin, ku ti ke me fillu me i vlerësu gjanat më objektivisht, sepse shihni detaj shumë filozofik që ka në gjinimi. Agjerimi është një lloj pauzë nga shumë elemente që i kemi ditore. Çka do të thonë pauzë? Pse bëjnë njerëzit pauzën? Se njerëzit ka punë, ka një rutinë edhe e bën një pauzë. Rutinë, pauzë. Çka bëjnë njerëzit në pauzë? Njerëzit në pauzë kanë vakt me meditu, kanë vakt me pushu. Agjerimi është një moment pauze që i jep njeriu hapësirë mu marrë me vetveten, edhe i jep njeriu hapësirë me mu kthy te vetdia e tij. Zoti gjithka që jenë afer, ka mungu vetdia jo me akceptu Zotin. Xhelaluddin Rumi e ka një thonjë brillante. Ka thonë, ne mendojshim që ai na sheh pe jashtë, por ai në fakt na sheh pe mbrana. Ai ishte aty, ai ishte mbrana në kuptimin e vetdijes, por ne kishim mungesë vetdijes me kuptu atë. Prandaj, me qito 3 qasje, si më thamë, kisha shpresu që nëpërmjet duke dalu abstenimin me agjerimin, duke ndërlidh agjerimin me objektivat dhe duke ndërlidh Kuranin me agjerimin, mendoj se kena me arrit me ngrit agjerimin në nivel tjetër shpirtëror, në një përjetim krejt ndryshe nga ai vetëm fizik. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërblet. Inshallah takojmë së Faleminderit shumë hoxhë nderuar për këto shiva briljante, Allahu t'ju ofrazim. Tani, para se me ftuar kryetarin e xhamisë të ndaj dhuratat, duhet të falenderoj sponsorët që kanë qenë, i themi shkaktar për organizimin e këtij paneli, i cili është bërë nga Forumi Ligjor i xhamisë Uniteti këtu në Lucern. Allahu xhaleshanu u shtoft të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Falëndrim të veçantë dërgoj për stafin, të cilët kanë punuar pa undar, që të arrit organizimit bëhet në të mënyrë, i themi perfekte.
Allahu qoftë razi me të gjithë ata, ne të shirojmë një duar trokitje për to. Tani e ftoj kryetarin e Xhamisë Uniteti, Haxhi Muhamet Bafqarin, për të ndarë disa dhurata modeste për panelistët tonë. Për ambasadorin tash do e thishë, unë po. Nëse mundet të nderuar ambasador të vishë marrish edhe ju një pjesë nga dhuratat modeste nga xhamia, faleminderit. Me që po jafrojmë edhe fundit të titullin që e kemi organizuar, ju informoj fillimisht se namazi i yatsit dhe njëkohësisht dhe namazi i teravih do të falet në sallë, në vend faljen ku e falem edhe namazin e akşamit. E njëkohësisht për profesorin e nderuar, pasi që e kemi titulluar edhe si panel shkencor, do kishim dëshirë që nëse do kemi kohë, pas faljes së namazit, nga fakti se dikush nuk ketë punë, mos e ndalojmë, nga fakti nëse ka mundësi të ndalojmë pak, ta zgjerojmë pak diskutimin me mundësi. Çështjen e interval fastën, po, aty nuk e diskutohet rokën fastën, që është një diferencë. Disa spitale shumë e bëjshin interval fastën, ama jo rokën fastën e rejse, ishte pak në kritik, disa ishin pro, disa ishin kontra, në spitale që nga përnu nga bashkë në kritikë. Ndeshta me të dhe rekomendimin tonë. Unë këtë tjerin trokën fastën dhe herë parë se të digjenë. Të rekonë që është trokën fastën? Në ka mos në pi ujë disë, atë fotën që e qipe ishte kafe edhe ujë. Në thonë interval fastën ta zestran që e bojnë në spital, aty e bojnë me ujë edhe kafe. Tu ka abstinu nga tjera. Ose me supë, në thonë jo komplet abstinimi ndaj... A, të më trokën pa shive. Unë të ndritën personalisht unë vetë e bëj interval fastën ka një 4 vjetë me ujë, edhe kjo është një mënyrë e mirë që ta i nuk folim për agjenit, kjo është një mënyrë e mirë që ta mbaj shpeshen, edhe të funksionosh gogjan normal, edhe mos se problemi tani, sidomos të njësit që kanë tendencën për mbi peshë, çdo marrje e kalorive shkakton, domethënë sidomos glukozës, shkakton më shumë apetit. Gjermanisht i thonë brod macht hungrig. Se kur han buk, ty të harë përsëri. Ti qosh një gjesë han buk, një cokë buke, mas një orë e gjysë 2 orë prapë han buk. Kjo është ka të bëjë me disregulacionin e reakcionit të tëndë me insulin. Se zakonisht ka njërës, ka njërës që janë han, pinë, gjithë shka dunë, qokolata, sa dunë, edhe nuk shojnë peshë. Ata nuk shojnë peshë sepse kanë metabolizëm tjetër. Por shumica e njerëzve që kanë mbi peshë, kur marrin kalorije dhe konsumohen glukosë, ata kanë një reagim të fortë insulinit. Insulini e largon
glukozën komplet nga gjaku dhe muar ma mund të hapë përsëri. Edhe unë besoj si strategji për menaxhimin e mbikëveshjes, kjo është mënyrë e mirë sepse e qetëson insulinën. Me qetësimin e insulinit, pasi nuk merr glukozë, ti e qetëson bosheve edhe rezistent ndaj stresit. Kështu që tani a me ujë apo pa ujë, unë personalisht mendoj se gjatë muaj, nëse këtu pajtohen plotësisht me hoxhën, në këtë muaj ti nuk e bën atë për shëndet primarisht, po ti e bën për një diçka shumë më të madhe. Po njëkohësisht ndoshta kjo ka qenë një farë mesazhi për ne që të vërtetojë që ti duhet ta menaxhosh edhe ushqimin tënd dhe të tregoj ty që ti mund të funksionosh edhe në mos marrë duke agjeruar. Kështu që besoj se jashtë Ramazanit duhet pjetë ujë. Kurse gjatë Ramazanit bën edhe pa ujë, po e bën për një qëllim jo shëndetësor, por një qëllim më të madh. Nuk e di a ju parafroa. Ishte me ditën nga ana shkencore, ka atë studime si tregon përpara për shumica kanë një intervall pas me ujë. Po, shumica e intervallat është me ujë. Por ka aspekti shkencor nuk e kam elaboruar këtë tash. Dikush tjetër? Udra? Temën që elaboroj hoxha, jashtë abstenimit, dhe mujtë në arrit agjerimet. Në aspektin shkencor, çfarë përfitime mund të na sjellë ka që zemrës, ajo pjesa e agjerimit, jo abstenimit, se abstenimit e ishtë tash e kuptu. Po pjesën e agjerimit, në çfarë gjendje mund të na sjellë zemrën me vetë, ajo pjesa e agjerimit. Sepse abstenimin e kuptu që zemrën na sjellë me një funksion shumë më mirë dhe na bën shumë më mirë. Po pjesa e agjerimit, çfarë përfitime mund të sjellë zemrës? Pyetja është shumë e thellë. Dhe në fakt, të drejtën nuk është aq edhe pyetje shkencore, sa është pyetje 80% i takon hoxhës 20%. Po në përgjithësi, unë besoj se kënaqësia shpirtërore e shkaktuar për shembull nga ju që elaboruar ju shumë mirë. Unë do kisha thonë se edhe kjo është protektive ndaj zemrës, ose për zemrën. Sepse prezenca e stresit, e pakënaqësisë tonë shpirtërore, kjo dihet që është faktor rreziku edhe për zemrën. Prandaj për shembull pacientë me depresion kanë vdekshmëri më të lartë pas infarktit. Kështu që në rast se nëpërmjet agjerimit edhe arritjes të një niveli më të lartë të lidhjes tonë me Zotin, e ndjej një kënaqësi shpirtërore, kjo sigurisht ka edhe efekt pozitiv edhe për shëndetin tonë. Po tani, për të analizuar këtë mënyrë shkencore, kjo është shumë vështirë. Se po e di ti cili nga njerëzit e ka bërë abstinim, cili ka bërë. Shumë vështirë. Zdi, do të hoqë të në... Ja, s'ka ju. Mos të marrëm. Hoqë të shkam të ndërlitesh? Jo, nuk s'kam të shkam. Pyetje të shtira po një të sot. Që madhin e paskit ju shumë thellë. Ku bëjmë në gjematë? Po, vret. Dikush tjetër a ka të një pyetje? Unë zakonisht merrem tensioni i gjakut, senti, balloni këtu në filozofi. Përshëndetje që të duhet të gjemi. Pyetja ime është pak më taktive në më pak. Në përshë në mesme, po për shkak se gjatë ndërëzime të kodhe, shumë doktor që kanë planu film muslimane, pikrisht për shkak të muajit që në Amazonit. Se ju përnoni kaq shumë se në Amazon disa mjek nuk pajtuar ose që vuni hikin kësajna, pëse nuk përën që është mirë. Agjerimi, bërë mirë, edhe shkenca, po edhe mjekësia në pasë një diçka që tujna s'ka mund me zgru që kanë të thonë njëri që ndosh. A mund është me lidhë këto pak me personalisht me juve, si person, si rëgjusojnë i besimit të Krista? Pse në një këtë tjeri i be Islamit?
Ju që nuk e planoj që Ramazani është i shëndetshëm, edhe është herë Islami më thonë një parë mirë. Shqetani. Unë besoj se me ligjëratën ime I tregova efektet pozitive të agjerimit ose të abstenimit. Edhe me unë këtë ligjërat mund të mbaj edhe para një publiku zvicran. Edhe unë jam njëri që edhe para zvicran edhe para shqiptarëve folë njëtën gjë. Nuk themu këtu, unë nuk bon këtu super musliman, edhe me zvicran super jo musliman. Se ajo nuk bon, është karakteri keq. Në fundi do të thosh dërhe pak që e mendon. Edhe unë personalisht mendoj se unë e shoh në drejtimin që e ceku Hoxha, personalisht unë mendoj, kjo është tani shumë mendim personal, që në fakt ndoshta kjo agjerimi ose një formë e modifikuar agjerimi, tani pak jashtë fesë. Ndoshta është një formë e mirë se ne, ose ndoshta është një mesazh I mirë se si duhet ne të ushqemi. Prandaj lidha me atë reflektimin për ushqimin tonë, për dietën tonë, sepse unë mendoj se një pjesë e madhe të problemeve shëndetësore që I kemi ne janë të ushqimit. Edhe ndoshta kjo është një farë mesazh që na ka ardhur që do ta kuptojmë. Kjo është një interpretim personal. Unë personalisht mendoj se agjerimi për ata njerëz që mundën ta bëjnë nuk është keq. Po për shembull para javën e kaluar pata një pacient I moshuar me zirë trajtuar me stenta, a I kishë shkuar në shtëpi, edhe me njerë a kishë filluar agjerimit, edhe kishë kollaboruar. Aty, edhe pse u I thash mos agjero. Aty, ajo nuk ka kuptim, se do të thonë a ishte me vërtet mjekësisht nuk ishte e preferueshme që a njeri të agjeroj. Kështu që, pse njërë tjerë, nuk vjerë pate personalisht me mua, mund ta cekësh, se kjo është një feja është shumë personale. Shumë gjë personale. Në fakt, është personalisht shumë mendoj që është bile edhe turp që një person si unë, për shembull, që trajton ditën edhe musliman, edhe të krishterë, edhe jahudi, edhe nuk licin, deklarohet të thotë tjerëve, boni ju gjithë musliman se feja ma mirë, e gjerit është ma mirë, agjerë dhe ti, kjo nuk nga takon në vitin 2026. Sepse çdo kush nga ne ka një inteligjencë saktuar, dhe çdo kush nga ne do ta di çka është mirë për atë, edhe çfarë lidhje e kërkon me Zotin. Kjo është domethënë pjesa tjetër. Po se agjerimi është një gjë e shëndetshme, po ekziston në qoftë edhe një formë të moderuar ose të modifikuar, këtë e tregon sa të mirë. A do përgjigja pak a shumë, apo theksohet, po në pak ma qartë, se dhe edhe që konë provokative, po në që ta ma provokative. Kjo e mirë, që jetë në regullë, është pak pikrisht këto e të është me të zhuk për juve si doktor, për shkak se nuk jeket asome që feja është, ose Ramazani është i mirë, ose i shëndetshëm. Po glasin për njerëzit e shëndosh, ju për ata që kanë probleme me zemrën, mu janë ndryshme, për shkak për Po unë gjdo edhe pacientë në Zvicran, unë them agjerimi, që unë nuk them Zvicran me qenë krishterë, ti do të pash Ramazan. Unë them ati fastën I zgut. Edhe ata kanë fastën. Edhe ata e kanë fastën një farë më po fastën, po unë e lidhat një gjatë njime, edhe speshështë nuk e keni shkuptuar, unë personalisht mendoj se kjo është shanse e mirë për të reflektuar se si ushqemi. E kjo ishte mesazhi, unë jam mjek, jam hoqë. Dhe kësha thirë hoqët të përgjigjet për këtë, pyetja ishte mrekullueshme, kryesari përgjigjen e dha akoma më të mrekullueshme. Faleminderit. U provokova të pyetjes. Është një çështje e rëndësishme kur flasim shkencë dhe fe, sepse problemi është historik. Domethënë, historikisht, ka pas momente kur ato kanë pas konfrontime njëra me tjetrën. Jo për shkak të materjes, fesë edhe të shkencës, por për shkak të fetarëve ose të shkencëtarëve. Për shembull, nëse merrni shekullin e 20, ka pas relativisht një farë rebelimi ndaj fesë.
Fund shekullit 20, fillim shekullit 21, ka një pranueshmëri më të madhe ndaj fesë, sepse shihet që dhe begimi ndaj fesë ka qenë më shumë psikologjik se sa shkencore. Ajo që është e rëndësishme për mua si teolog në pyetjen tonë është që ne as shkenca, as feja s'duhet të pretendoj asnjë as tjetra që mund ta zaventësoj njëra tjetrën. Problemi këtu është që ne kemi sot njerëz që të thotë ty, thotë s'ka nevojë për fe, mo shkenca, unë i besoj shkencës. Problemi është kështu, shkenca nuk mund me luajt rolin e fesë, dhe këto po e thotë doktori. Ndërkas, feja nuk mund e luajt rolin e shkencës. Ato i kanë binaret e ndame, shkenca e shpjegon si, feja e shpjegon pse, kuptimin filozofik të gjërave, dhe çka më rëndësi për neve besimtarëve është që nëse takohen dikur mos të kundërshtohen. Dhe kjo është një shembull tipik kur feja dhe shkenca takohen të agjerimin, ndonë se secila ka interpretimin e vet, e rëndësishme është kur takohen ato nuk binë ndesh, edhe na jena të qetë. Mirë po, çdo tendencë me zaventësunin atë është tendencë e gabuar. Sepse feja synon filozofinë, e synon psen. Shkenca shpjegon si. Domethënë, për shembull, shkenca shpjegon si vjen termeti. Qysh ndodhi termeti tokës, ka interpretim shkencor. Feja mundohet me dhënë kuptim filozofik. Çka do të më mësu njerëzit për termetin? Domethënë, kur nuk ish dash me kanë ndesh. Që kjo mendoj që është e rëndësishme në këtë debatin tonë. Faleminderit profesorëve, faleminderit edhe hoqës së nderuar, përgjigjet ishin të mrekullueshme, me besoj që të gjithë përfituam edhe nga përgjigjet edhe nga elaborimi i tyre. Dhe tani ju vetë është koha që të kalojmë profesor tek falja e namazit, pasi që ka hyrë edhe koha dhe kemi pak vonesë. Për këtë shkak, me këtë edhe po e mbyllim aktivitetin e sonshëm. Ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen dhe njëkohësisht për pjesëmarrjen aktive dhe jo pasive. Deri në takimet e radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I've been walking with my worries, counting cracks along the ground. Every step a quiet question, every breath a broken sound. Heart is heavy from the choices, I chase shadows, lost the day. Now my tears are making traces, writing the words on my face. Ya Allah, send your light on me the dark. Let my heart still see I am lost, but I know your road. Guide these shaking feet back home. I'm on my way. Take my hand when I can't behave. You're always strong. Keep my searching soul in your dawn. I remember peaceful mornings when your name was all I knew. Now my tongue is slow and tired, but it still comes back to you. In the silence I can feel it, a small lantern in my chest. Every time I fall and tremble, it still turns me to your rest. Ya Allah, send your light on me the dark. Let my heart still see I am lost, but I know your road. Guide these shaking feet back home. Take my hand when I can't behave. I am weak, but you're always strong. Keep my searching soul in your dawn.
sins are like an ocean.